Asimrudi, komuna Klin, fshati Gremnik. Në Klin, Gremnik, më të rego çfarë është problemi? Është problemi, para 2 javë, 3 javë kam qudë fotografinë lidhi me shtyllat e betonit që kanë gjitë. Arsyeja është edhe nuk kanë gjitë këtë shtyllat fshat, vetëm 10 shtylla e kanë gjitë, kanë mbetë telat e vjetër pa lidhë që 1 vjet, 300 shtëpi fshati Gremnikit e kemë vetëm 1 trafo. Një frymë që frynë fshat, na nuk kemi rrymë. Nëse ka mundësi me drejtu ankesën tonë komunë. Edhe një, si është kjo me shtëpi, sa shtëpi kanë rrymë, sa nuk kanë? Jo, shtëpi, jam dikon 300 shtëpi. Vetëm 1 trafo është që i furnizon me rrymë elektrike. Gjithë shtëpit, okej? A ka tensiona, është furnizimin në rregull me këto? Është tensioni mas vetë, është telat, rrjeti është që 100 vjet, kur i kanë ndërtu, që hala janë pa ndërtu, pa riparu, sen. Në për fshatra tjera i kanë vendosë, ka 2 shtyllat betonit, të na hala së në gjendin 1 shtyllë me vendosë. Thojnë, me shku me pytë, thojnë, ju jeni matë partë, jeni në prioritet, ku të vje puna, s'ka sen. Nuk e di që kanë pytë. Ndërkohë, ju çka po kërkoni? Po kërkoni trafo të reja apo shtylla? Trafo të reja, shtylla. Shtyllat i kanë vendosë, po nuk i kanë bërë telat, apo? Po, telat që kanë lo pa lidh, hala. A mund të prisni dikush nesër nga banorët e një ekip tonin të vim atje të bëjmë një lidhje direkte, do të ishte më mirë. Po, pse jo. Mbeteni në kontakt nesër, do të vijë dikush nga ekipi. Theri në kontakt qëtë numrin tem edhe